Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100 FM Top Albania Radio, në kanalin 10 në digital dhe patjetër këtu në Shizon Top Club. Këtë javë Juria ka qenë e pranishme në photoshooting, aty ku për herë të parë vajzat kishin mundësinë që të ndiqeshin prej tyre dhe që ata të shihnin çdo lloj gjëje nga afër. Dhe patjetër duam të marrim edhe përshtypjet e vajzave nga kjo eksperiencë. A ka qenë ky një avantazh apo një presion shtesë për ju në ato momente? Patjetër me radhë dhe Unë mendoj se ka qenë një avantazh, se kemi pasur Niko që është stilus, na ka ndihmuar. Mua personalisht më ndihmoi pak me ato copat që kisha marr. Francisco ishte edhe pak si presion, por mua unë kam ndjerë edhe pak si presion se duke ditur që ishin sot të analizojnë, bëjnë çdo lëvizje çdo gjë. Ishte edhe pak si presion, por që e mora për mirë, mua më pëlqeu si gjë. Ishte ide e mirë. Unë kam parë një anë komplet tjetër të Juris, ishin shumë të afërt dhe na dhanë shumë ndihmë sepse kushtet ishin pak problematike, kishte shumë erë, jo fustanet, jo modeli flokëve na u prishën dhe Juria na ndeti shumë afër dhe na ndihmoi nëse ne na duhej diçka. Na ka dhënë një mbështetje, domethënë, gjë që është e kundërta nga sfiladat që vetëm kritikojnë. E vërtet, dhe kjo. Për ju? Mua më erdhi shumë mirë që ishte Juria, sepse zakonisht shef vetëm atë foton përfundimtare dhe nuk e shef gjithë procesin që gjykoj. Për shembull në rastin e Ingridit, ndoshta Ingridit nga gjithë këto episodi është ngritur mendja dhe thotë jam vetëm unë më e mira për photoshooting dhe Juria e kuptoi që ndoshta kësaj radha nuk ishte aty ku duhej. Problemi nuk është se ishte tek unë, problemi ishte që unë kisha ardhur shumë e përgatitur, por janë ca gjëra që janë ca gjëra që janë përtej kontrollit tim, siç ishte era që frynte. Po ato nuk është se gjykuan erën. Gjykuan gjithë make-upin, vibe-in e fotos tënde, kështu që faktikisht mua më gjykoi vetëm Niko dhe tha që në tërësi ishte ideja shumë e bukur, por ishte një disaster sepse ishte ka më keq se fjala disaster. disaster? Po, ishte shumë kaos, ajo është. Domethënë të mbash më mirë për fotos çdo javë. Po, dhe dalësh disaster kur ato shohin backgroundin çfarë ndon brapa. Ndryshe nga ty unë ruaj profesionalizmin tim dhe qetësinë në photoshooting, po. Pse ku e peti që unë ruaj ta qetësinë photoshooting që bëm në sfidë. Po, edhe preferoni të episodi fundit. E ke parë foton si ka dalë në fund apo? Po, nuk u zgjodhe. Ti nuk ruaj të qetësinë në photoshooting. Që ta Mateo që ngjan si delivery apo? Qetësinë dhe komplet. Okej, vazhdo ju ruaj edhe. Po sigurisht. Vazhdo bëj një disaster. It's okay. Qise cila për gjetin, po cila ishte në disaster nga njëra tjetra. Si gjezeni ju në këtë debat, po? Photoshooting ishte Mendoj Ingridi. se Ingridi është div me komplet fjalën. Është shumë e mirë në photoshooting, gjithashtu edhe pasarel më pëlqen zakonisht shumë, edhe mendoj që gjithë vlerësimet që ka marrë i meriton me kuptimin e plot fjalës. Kurse Emilia tani është zgjuar se është e ndjen presionin e konkurrencës edhe do të hyj pak kështu si pa lidhje, po mos pa lidhje, pse se jam pjesë e konkursit? Emilia, që po pa lidhje. A qëndron kjo që ne kishim sapo normal që jam zgjuar vonë. Shumë vonë, do të ishe zgjuar më herët. Je shumë e zgjuar. Jo, ndoshta po, shpjegim jot. Po normal që s'u ndron se derisa zgjodasionin e ndjejmë, thjesht patjetër që duam të japim gjithë secilës mundësinë që të japi versionin e vet. Francesca më thotë kam preferuar, kam qenë disa herë pjesë e radios, nuk e mendoj se zimi po vjen tani. Kështu që logjikoj pak gjërat edhe pastaj. Unë mendoj që ti Emila je aktive. Po jo, më llogarit, se derisa u futet ke debati jon, më llogarit shumë. Po, se më duket shumë e padrejtë që të thosh. Emila, unë mendoj që ti je aktive, por nëse do ishe në pozicionin e Ingridit, çfarë do kishe bërë ndryshe? Unë e bëra foton time. Në pozicionin e Ingridit, që ti të mos dukesh një disaster, çfarë do bëje ndryshe? Pikërisht ne kishim temën e photoshooting, dhe u kam bërë diçka tjetër, kështu që Jo, po them, nëse do kishe zgjedhur të bëje atë që bëri Ingridi, çfarë do kishe ndryshuar? Njëtin look, çfarë do kishe bërë për pozë, që mos dukej aq disaster, që mos të dukesh e disaster. Çfarë do i sugjeroje nëse Ingridi do ishte motra jote dhe do bënte atë gjën që bëri, çfarë do i sugjeroje ti që të ndryshonte që të dukej mirë? Shaqir nuk kishin lidhje fare me pjesën e detit edhe të asaj komardare që ka marrë aty. Negisa, pse? Je shumë e buzëqeshur sot. Kështu jam gjithmonë. Ashtu je diellore. Diellore, ja. A mos është një lloj xhelozie që ti ke ndaj Ingridit me që Ingridi ka dalë në çdo
thuaj se në çdo episod si më e preferuar. Jo, unë kam vlerësuar çdo episod, ja kam thënë dhe mbrapa skenës, kam thënë dhe gocave. Dhe më duket sikur tani e ke gjetur në atë momentin e dobët dhe do ta sulmosh. Në momentin që është vlerësuar kaq shumë, ndoshta asaj hyp një lloj kënaqësie me veten që jam se do dalë gjithmonë e mira. Kujt nuk do t'i hipte kënaqësi. Dhe në momentin që Niko i thotë ty kënaqësi që para njëherë e meriton atë kënaqësi edhe nëse do të hypi Ingridit që është superstar. Po ti më fal, po flet për Ingridin? Kaloj çik mikrofonin, s'ke pse flet vetëm ti. Ne vazhdo fol me veten, se un po flas për atë, po flas me ty. Po ngjoj unë ty, po bëj debat me ty, s'po ngjoj. Asë lloj debati. Asë lloj debati, po pse hyn pra? Po s'është debat. Po pse hyn mes asaj që po thua për Ingridin? Për sa kohë jemi gjithë këtu, kemi gjetur të japim edhe nga Ingridi për këtë situatë. Po pikërisht. Po. Përshëndetje edhe përsëri. Pra, si ka qenë me ty? Ka qenë dhe fakti që të paktën 2 sfidat e fundit nga juria ose të paktën se si është dukur, në thonjza ke çaluar në ato 2, pra te sfida e Yamatos dhe te sfida që është kryer edhe me vajzat, pra në plazh. Nga perspektiva jote, çfarë nuk shkoi mirë aty? Pra këto 2 herë të një pas njëshme. Mendoj që tek sfida e Yamatos isha shumë okay. Po. Isha e parë që e bëra foton, e bëra në një kohë shumë të limituar, isha shumë e saktë në ato çfarë përcolla në reklamimin e Yamatos. Domethënë të erdhi diçka si disavantazh në atë sfidë, por referohemi të pak në sfida e Yamatos dhe pastaj edhe te sfida me në plazh. Jo, s'pak, te sfida e Yamatos jo. Tek sfida në plazh pastaj mendoj që ka qenë pak fajim sepse duke parë situatën që kishte shumë mirë, frynte shumë mirë në det, mund ta kisha realizuar ndoshta në rër. Pra mund të kisha zgjedhur pra të kisha ndryshuar. Okej. Kështu që unë e kuptoj gabimet që kam. Thjesht nuk mendoj që është një ulje, domethënë kaq poshtë. Siç po e thotë ulje, nuk mendoj që është ulje, por duke qenë që ti ke qenë gjithmonë on top dhe në këtë episod ti për mendimin tim ke zbrit 2 shkallë më poshtë. A u ndjeve pak keq nga kjo gjë? Për faktin që ju për herë të parë në 2 photoshooting që bët kishit prezente dhe jurin. Nuk do doje që ti të jepje maksimumin, që ata ta shikonin gjithë atë pjesën sfilitse që ti heq për të bërë një foto të bukur që fiton në çdo episod. Mendoj që vetëm një herë nuk është e nevojshme që të jem on top. Unë kam qenë vazhdimisht, një herë nuk është se bën një problem. Kanë qenë 2 herë në të dyja photoshooting që keni pas jurin. Ishte te plazhi dhe në studio. Nuk është një herë. Në studio unë kam marrë një vlerësim shumë të lartë nga Niko dhe mendoj që kam dalë dhe kam por nuk e fitove. Po unë nuk duhet dëgjoj. Nuk është e nevojshme të fitoj vazhdimisht në diçka. Ideja është edhe nëse humb, unë pak të mësoj diçka. Unë do ndjeja keq nëse nuk do dija që të mësoja nga humbja. A mësove diçka ti, ç'a mësove? Që herën tjetër duhet ta rimendoj më mirë të jem pak më i qetë, të marr pak më shumë kohë për të rimenduar një pozë akoma më efektive, akoma më të guximshme. Që të kem një rezultat më të mirë, sigurisht. Mua më pëlqen që Ingridi e pranon humbje, nuk është natyra që thotë që unë fitoj gjithmonë. Ka momente që edhe humbasim, duhet ta pranojmë dhe të mësojmë nga humbja jonë. Te photoshooting në studio, unë në fakt nuk është se jam plotësisht dakord me jurin, unë do t'i kisha dhënë Ingridit, sepse kishte komplet atë stilin geisha, kishte atë pozicionin geisha. Do më thënë i përshtate komplet gjës edhe me brandin. Por në det nuk më pëlqeu, ishte okay, e pranon dhe ajo që ka bërë gabim dhe shpresoj që ta rregulloj herës tjetër sepse nuk i shkon një dive. Nuk është zhgënjej. Po, duke qenë që edhe patjetër duke ngelur te kritikat në përgjithësi me ju, kush ka qenë ai më kritiku dhe pse mendoni që të paktën në ato photoshooting ku juria nuk ka qenë prezente, ka favorizuar disa persona më shumë dhe tashmë duke qenë e pranishme aty ka kuptuar dhe më shumë për personazhet dhe për karakteret që ju jeni dhe shfaqni në tërësi aty. Shiko, Nikol, unë mendoj se juria si aty, si në skenë na kanë kritikuar. Okej, kanë dhënë një motivim, po për shembull tek pjesa ime kur e dhash unë deri ishin gjithë çfarë do bësh? Me të ndjeva një lloj presioni që siç e ndjej aty kur po komentojnë fotot ose kështu unë ndjeva dhe aty, nuk e di ai ka ndodhur gjitha gocave.
tek pjesa kur ishim në det, sepse pak goca e kanë bërë në det. Fakti që e kishim Jorin prezente kishte të mirat edhe të këqijat e veta, se në paktën momentin që unë kam realizuar foton, edhe i kisha çik të vështirë realizimin, po e ka lëshuar atmosferën për ty. Okej. E pash që të dridheshin duart. Më rëshkiste dora tek e pash domethënë të rëshkisin duart mezi po e mbaja. Ishte shumë e vështirë në fakt që ta mbaja, megjithatë. Po i kishte edhe nga emocionet, besoj që ishte prezente dhe Juria. Po, ishte mbikëqyrja që kishim, sado që prapë më pëlqen fakti që ishin prezent për arsyen që të mund të shikonin edhe këto vështirësitë që ne kalojmë në photoshooting, çfarë ndodh, jo vetëm se kur është vetëm ai konkluzionin në fund, jo gjithmonë arrin të kuptohet. Po mirë, me këto të mirat dhe të këqijat, në tërësi, ato donin që kjo eksperiencë të përsëritej, pra që Juria të ishte më shpesh me ju në photoshooting dhe patjetër t'ju ndihmonte. Unë personalisht jam një person që po të kem një lloj presioni sikur dalim me të shtyl më shumë, po, dhe ishte interesante dhe të na motivonte edhe ne më shumë. Dua tim komplet të qeta nga ai presioni, më ka pëlqyer shumë foto, e isha nuk e dia duke aty po dridhesh. Shumë e bukur ishte foto. Po dridhesh nga presioni, thosha, edhe kam net gocat e din mbrapa, kam çast se mendoj se fotoja s'm ka dalë mirë fare, sepse kisha të presionin që ua si do dal jo, po se do kritikohem, jo, po kështu po ashtu. Po, unë të doja prezenca është patjetër ndim, po. Atë presionin. Faleminderit. Po, duke dashur patjetër që të marrë opinionin tënd në tërësi të sfidës dhe të prezencës së Jurisë Ida. A mendon që kjo sfidë dhe prezenca e tyre aty e ka nxjerrë më shumë personalitetin vajzave, pra më në pa? Mendoj që i ka njohur më mirë vajzat, e ka njohur më mirë sfidat që këta gocat heqin duke bërë photoshooting, pavarësisht se edhe ata vetë dinë se Francesca është vetë modele, Niko merret me stilim, e di domethënë se çfarë sfidash ka për të bërë një foto të bukur. Por mendoj që ju ka bërë shumë mirë vajzave se siç e tha dhe Suaj, në presion njerëzit tregojnë atë të vërtetën e tyre, tregojnë atë thelbin që kanë brenda. Mundohen të nxjerrin më të mirën, të japin më të mirën e tyre. Kush mendon që ka fituar më shumë pikë nga kjo një sfidë vetme dhe kush mendon që ka humbur shumë pikë? Mendoj që në gabimin e saj ka fituar shumë pikë Ingridi. Okej, po. Që ka humbur shumë pikë, mendoj Gjonilda, sepse nuk e mori seriozisht sa duhet gjën, dhe pash dhe një moment që edhe Mateo i u kthye. Po, kanë ardhur kritikat të futjes së kopës në ujtë flokëve, pra. Domethënë nuk ishte se nuk e mori shumë seriozisht atë gjën, e mori si me të tallur, e mori si një shaka, sikur ishte me shoqet e veta dhe kishte dalë në breg të detit që po bënte një xhiro. Normalja e Gjonildës apo thjesht ka qenë specifikisht për këtë sfidë? Është normalja e saj, po jemi në një emision televiziv dhe duhet kalojmë pak nga normaliteti jonë, sepse jemi shembull. Dikush na sheh dhe merr një shembull, mund të marrim më të mirën tonë, ti nuk ke pse ti servirësh më të keqen tënde. Duhet ti servirësh më të mirën, që në fund të ditës të gjykohesh për mirë dhe të jesh shembull për ato që të shohin. E vërtet. Dhe me këtë të thënë, gjithmonë duke u munduar për të dhënë një shembull të mirë aty, ne do të shkëputemi në një tjetër publicitet shumë të shkurtër, do të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi dhe dëgjohemi.